Dua të jem 100% transparent se si ka ndodhur. Ka qenë një vendim që në masën, themi, nëse kuantifikojmë, 90% e kanë marrë tjerët se kam marrë unë. Unë kam studiuar inxhinier ndërtimi. Inxhinier? Inxhinier ndërtimi. Jeni inxhinier në profesion? Tashti jam në formimin bazë. Në formimin bazë, po, unë kam studiuar inxhinier ndërtimi. Me një ndërprerje për shkak të historive të atyre kohës, domethënë përjashtim nga shkolla dhe rikthim prapë në prag të ndryshimeve. Kur filluan ndryshimet, kur filluan të themi lëvizjet që kërkonin ndryshimin e gjendjes së Shqipëri, heqjen qafe të diktaturës, u përfshiva dhe unë aty. Për ta bërë historinë e gjatë të shkurtër, pas zgjedhjeve të marsit 92-shit, një ditë papritmas më vjen një propozim për të marrë përsipër për të përfaqësuar shtetin në Zvicër, ambasador në Zvicër. Fakt nuk pa thënë që në fillim kishte Zvicër, propozimi për të bërë ambasador. Mendova një herë, thash pse duhet ta ndroj unë, sepse me atë profesion që kisha, me perspektivën që kisha, nuk ishte se kisha një nevojë të bëja një